A do të publikohet ndonjëherë, ja kush mban ditarin e shkruar me dorë të mbretëreshës Elisabet. Në 8 shtator të vitit 2022 u nda nga jeta mbretëresha Elisabet pas 70 vitesh në fronin britanik. Letrat personale të 96 vjeçares së ndjerë dhe ditarët ka shumë gjasa që të bëhen publike. Mbretëresha e ndjerë mbajti një ditar gjatë gjithë mbretërimit të saj dhe ju referua incidenteve të jetës së saj private dhe publike, sipas të njëjtave informacione. Paul Hojbrej, i cili ishte i afërm me mbretëreshën, do të marrë vendimin për të vendosur se cila dokumenta janë përshtatshme për të bërë publike dhe cilat jo, pasi ai ka akses në arkivin e paçmuar. Askush nuk është në gjendje të di se sa kohë do t'i duhet Paulit për të përfunduar këtë projekt, por është e sigurt që mbreti Charles III do t'i jap miratimin përfundimtar përpara se libri të botohet. Nuk është e pazakontë që korrespondenca personale një mbreti të publikohet. E njëjta gjë kishte ndodhur edhe në rastin e mbretëreshës Victoria, kur ditarët e saj personal u publikuan në internet.